A nuk është ky vend paraj sa vet? Ligjeni Vaudeas, një kurore hatashme gjelbërimi, që konturon format e kodrave dhe maleve, të grupuara së bashku. Një gjatësi e jashtëzakonshme, që ndërthuret me tinguit natyror, shpendët, diku një kërcitje lehtë lopatash. Nëse gjithmonë na duhet kalojmë një sfidë të madhe udhëtimesh për t'u gjendur në vende të tilla, si për shembull kilometra, problemet me aeroportet, valigjet, adresat jo gjithmonë të sakta, zhgënjimet nga publikimet e rrjeteve sociale. Këtu të gjitha këto nuk ekzistojnë. Mjafton të udhëtosh rreth 15 kilometra nga qyteti i Shkodrës për në Ragam dhe pas pak lodhje, por bile me një satisfaksion të madh, ti mbërrin këtu dhe jemi të sigurt se do të qëndrosh gjatë, duke i vëzhguar fillimisht natyrën. Imagjino sa bukur do duket ky vend në verë, kur dhe tani në pranverë e ka këtë magji. Me siguri do të duhet një vend ku të kesh fillimisht të fush pamjen e mirë, të vështrosh gjithë hapësirën nga një pikë disi e lartë, pastaj ta nisësh me një kafe, me biseda me miq, mund të lundrosh në ujërat e kristalta, të kthehesh sërish, të shijosh një drekë të mirë, të bëhesh pjesë e ndonjë feste, të ndezësh një zjarr dhe një gotë verë dhe të planifikosh edhe qëndrimin më gjatë këtu. Po, ku mund t'i gjesh të gjitha këto pa kontaktuar disa persona dhe rregulluar oraret, ne do t'ju sugjeronim vendin e ri, vetëm për Meraklinë e Peshkut, që ka pak kohë që ka nisur nga funksioni, edhe pse pronari i tij, Titi Ahmataj, është një personazh shumë i njohur, jo vetëm në pjesën veriore të Shqipërisë, po kudo nathe, dhe me një klientel që do ta kishte zili kushdo, edhe nga diaspora. Nga mi emri me herë Malësi e Madhe, nga që vendi Malësisë Madhe? Komplik. Ti je emigrant me sa mësuam? Po, emigrant në Itali. Okej, dhe vjen për herë të parë në këtë vend? Vjen për herë të parë, kushëriri im, ka ardhur ka hangër këtu, e më ka dhënë sugjerime për me ardhë me hangër se hatë shumë mirë, edhe është gjithë shabil. Por si vend të pëlqen? Si vend më pëlqen, në verë do të vim me gjithë familje, edhe do ta vizitoj komplet. Aktivitetin e tij nisi fillimisht tek vendi Zemra e Ballkanit, të cilin e transformoi krejtësisht dhe i dha emër, por ka pak muaj që është zhvendosur pak më sipër dhe ka krijuar këtë vend po aq të bukur. Klientët e ndoqën edhe këtu, sepse është mikpritja dhe aftësitë e jashtëzakonshme që ai ka në kuzhinë. Prandaj me shaka, edhe pse zgjodhi për ta pagzuar me këtë emër, e quajti vetëm për Meraklinë e Peshkut. Subjekti ka klient familjar, kryesisht besnik ndër vite. Vin nga Tirana, në fakt të Titi është disa ta herë dhe kemi shumë vite që vim, na ka bërë një xhiro me vark, që na ka çuar në vendet më të bukura të liçenit nga kjo anë, dhe gatimi është yll. Ashtu, a? Pa. Okej, ti me ke ardhur sot? Ne jemi shumë sot, vim për një drekë për qef. Jeni shoqëri që përbashkë? Jo, jemi familje. Familje. Po jemi bashkuar vëllezër dhe motra. Dhe ke bërë rrugën nga Tirana për të ardhur këtu, a? Do me thënë sa kënaqësi. Okej, dhe thua që ke dhe vite që vjen. Kam shumë vite që vjen. Që kur ka qenë Titi poshtë, kemi ardhur. Po e pas ka bërë shumë bukur, të lokali i ri nuk kam qenë. Po që më mirë këtu apo atje? Si të duhet? Nuk e di, pamja, shumë e bukur edhe këtej pamja, por Titi është edhe njeri mbi gjithçka. Okej, po. Sepse kur kam ardhur një herë, kam ardhur me një në mosh dhe janë kujdesur jashtë mase për të, ndërkohë që ne dolëm bëm xhiro lëvizje me botë. Po ushqimi është shumë i mirë. Okej. Kështu që absolutisht do e rekomandoj. Okej, të falenderoj shumë. Në emisioni Pushosh Shqiptarçe ne kemi zhvilluar një sër reportazhesh ku personazh ka qenë Titi Ahmataj, që në hapat e parë të tij mbeten mbreslënse të gjitha udhëtimet që ai ka organizuar për të eksploruar zonën, kështu që ai u bë mik i këtij emisioni. Ne shkuam sërish pranë tij për të parë punën kolosale që ai ka bërë, e ndërkohë shfrytzuam rastin për një intervistë ndryshe kësaj radhe, që evidenton sfidat e tij në jetë që nga mosha 14 vjeçare. Na duket si njëri i shtëpisë.
do me thonë, e kujtoj që në ardhjen tonë të parë këtu, mikpritja që ke treguar, rrugëtimi që kemi bërë, ajo zemra e Ballkanit që ishte dikur, tani jemi tek Meraklit. Do me thonë, sot ditëm shumë mirë zemra e Ballkanit, po ja ku kemi ardhur tek Meraklit. Meraklit e peshkut? Vetëm për Meraklit e peshkut, thojmë na. Okej. Tani mund dal pak te emri. Meraklit. Do me thënë këtu vinë ata që janë Meraklit për të ngrënë. Arsyeja pse vendosa unë këtë fjalën vetëm për Meraklit, është që unë e tham edhe e tham plot me shpirt, si thonë që kush nuk është Meraklit mos vjen te unë. Sepse duhet me ditë me vlerësuar ushqimin. E kuptoj. Ja, për shembull është grupi 5 veta han peshkun, një do bërzoll, për shembull. Ai të rri atje mos vi, domethënë. Jo, allaj të vi. I gjet zgjidhja Se kemi zgjidhje edhe te mishi. Do ta mësosh që të haj ushqim bio. Ushqim rëndësi ka tjetë ushqimi tjetë i fshatit, tjetë original, tjetë i frest. Qofse ushqimi është i frest. Edhe klienti nuk e kupton. Ai nuk është Merakli. Edhe shkoj diku tjetër sepse gjën edhe mali edhe më mirë. Se nin vedin shumë mirë, ku do që të shkojnë. A ka shanse ai që vjen të bëhet Merakli pse vjen këtu? Po kush vjen i hena këtu? Lene që do të vjen ai. Ne shikim të parë. Edhe fare fisin e sjellë. Jo të syve, të stomakut. Duhet me ditë gjithmonë me vlerësu ushqimin. Do doja ta rikthej. Sepse na bëjmë këtë, e bëjmë me shumë pasion, e bëjmë me dashuri ushqimin, edhe e dim se ç'a bëjmë. Për atë e them që duhet me njoftë ushqimin për me vlerësu. E kuptoj. Edhe të sot fal Zotit shifet me fjalë. Sa vite të bën Titi? I 7 vit. I 7 vit. Domethënë me 3 vjet ishin virus, 3 vjet punë, thojmë 7 na, po 4 vite. Po datë të virusit i shfrytëzove për të shpikur ato recetat tua të famshme se di. Në lako. E shfrytëzume edhe virusin. Patjetër. I dua t'ja kujtoj të gjithë teleshikuesve ku ishe ti para 7 viteve. Un kam 14 vjeç në Greqi, kam bërë 7 herë rrugën kam. Ja arratisur kështu. Arratisur në përmale. Në përmale 14 vjeç si Tarzani. Do me thonë ti që moshën 14 vjeçare përballë me probleme të tilla që do të thotë. 7 herë kam bërë rrugën kam. Të bë përshtypje tani me sfidë në jetë kur e ke kaluar 14 vjeç. Më intereson, thjesht unë mëllimin tjerët që se kanë provu, kur shumë se kanë problem që do të thonë për shembull po bëhet lufta, bëhet njëra, bëhet tjetra. E kuptoj. I përballojmë tani për vetëm çat çojnë Zoti, atë s'mund e përballojmë sepse. Okej, ti shkove në Greqi 14 vjeçar, punove atje, çfarë të doli përpara, u rrite, u fuqizove, çfarë punë bëre atje? Atje kam punu, shumë vite kam punuar në ndërtim. Vitet e fundit vazhdova me kuzhinën nga që kam pas shumë pasion. Po jo se ja kam dedikuar shumë sepse jam kanë njëri shumë livrut, nuk risha kur një lloj pune. Ne gjithë shkojmë atje, bëjmë lekë, blejmë shtëpinë. Kjo është teoria e çdo emigranti që shkon jashtë. Atë që desh tamam për shkak çysh mi që kam pas ëndër realizova tash. Domethënë e kisha ëndër. Ëndër kam pas gjithmonë. Ti shkoj atje në punë, se këtë kam pas edhe unë, shkoj në rroba gjepsi dhe thoja, "Ma, vin një ditë që punoj në televizion." Unë kapsha 5 çysh i vogël këtu te liçeni. Edhe kisha qef me hap me spektakël, me bën izmet kështu. Kisha si ëndër, edhe kur betohem. Me fjalë edhe në Greqi kur kapshim kaj peshk kështu, e hapsha kështu këtë mënyrën dhe më thashë mund të bash kuzhinjer. Çati thonë. Ja fitojmë lekë të bukë sasha. Po ja si erdhi dita. Shikoj, ti je i rasti që vjen në Shqipëri edhe gjen zgjidhja në Shqipëri. Kur të gjithë jemi në klimën, duam të ikim nga Shqipëria, çfarë bëjmë këtu, s'bëhet ky vend etj. Ka sfida ky vend, ëh, se tani do të sakrifis, është më ndryshe se sa me investu një vend tuaj. Për shembull si është Italia, Evropa, në përgjithësi, është Shqipëria shumë me disfavore. Se s'kam shtetje. As nga shteti, nuk shtet askush. Po kush fiton këtu? Fiton vetëm ai që duron. Duhet të duru shumë. Ty te kategoria që ke duru kaq shumë. Kam duru më tepër se nuk mund as më shpjegoj. Mos e imagjinosh. Nuk ja vlen as me hime se don po. Po pse durove tani? Durova sepse vendosa unë se kur rritesh në një vend me dashuri edhe një vend varfër, njerëzit që kanë vujt e dojnë vendin më shumë se ata që s'kan vujt. Okej. Edhe unë me fjalë kur jetova në Greqi u ktheva me dëshirën time me fjalë që isha jetën, merrte modi për lisat, për gurt, për dhënë që kisha ashtu. Edhe i vlerësojmë gjërat më ndryshe. Edhe na duhet me dëru. Është vërtet. Edhe jam i gëzuar që kanë dëru. Shikoj, ti ke 7 vjet, je shumë i suksesshëm. Domethënë ke bërë edhe promovime shumë të mirë, por ata miq që kanë ardhur këtu, domethënë un kam përshtypje në Shkodër. Kam bërë edhe një sondazh të vogël. A ke qenë qoftë një herë të vetme të gjithë dhe ju rezultonte të paktën një herë të vetme që kanë ardhur, por nuk është gjë e vogël, gjithaj qytet me gjëra të vërtet, pa llogari nga diaspora që kanë ardhur shumë miq në Maltëzi që janë trojet shqiptare. Është Kosova, Malezi, Durrësi, jashtëzakonisht shumë Tirana, këtë po. Ti e bër tani VIP. Mos tham se për fjalë na vjen edhe kam klientë edhe nga Italia që më ndjen në 3 vjet. Tani, ata që i ke lënë në Greqi, të thotë njëri, ti si shkoi puna jote, për shembull si e thua ti tani? E thua me të drejtën,
ata habiten, nga që e majnë men mu se unë nuk kam rritë shtatin edhe, na? E kuptoj. Majnë men shumë me tesha që kyme të balla që të kështë gjana. Këtë tesha dhe sot kur shohin për shembull diçka se kam ndryshu, si thënë pllakën e jetës. Komplek. Ka në një ish pronari jo të ka? E kam pas, po. Ma tregon njërë, momenti që erdhi. Ai ka ardhur sa kam hape ish lokalin që kam pas. Aha, erdhi. Ka ardhur mas pak kosh me fjalë. Edhe shumë i mahnitun. Ishte atë pa me që tjetë tani ty, po si ora i titi me që bënte laç. Gjithmonë ka respektu sepse jam duk djalë punëtor. Me thënë drejtën, edhe unë e quajta vlerësim shumë të madh. Me fjalë ka kanë edhe prap mrapa, ka kanë 2 herë, por herën e parë me fjalë hapit, si ishin vitet e para Greqi me fjalë grek, nuk doshin marrë Shqipërinë se kishin frikë. Po. Ishte ju ishte regjistruar në krye me fjalë që janë në rrezikshëm Shqipënia. Kur ka ardhur herën e parë, ka ardhur shoqja me fjalë me të telefon hesi e kanë thotë. Po, gjallë, është gjallë. Më në herën e dytë kanë ardhur këtë. Më kanë ardhur edhe kushrit e tij, ishin vjet që bëmë edhe harën këtu, fjetën këtu dhe bëmë edhe xhiro me anijen. Sa bukur. Okej, dhe me që jemi te ania, ma jep të përmbledhur, domethënë nëse vim këtu, pra ne deri tani treguam dashurinë tënde shumë të madhe që të lidh me këtë vend. Ti e do këtë vend dhe kalove sfida dhe durove. Dhe kjo është një këshill shumë i mirë për të gjithë ata, duhet durosh në Shqipëri. Po, duhet me duru sepse suksesi, sukses ka gjithmonë. Kush ka qef me punu, kush ka qef me punu këtu ka punë sa dush. Sa dush. Ashtu dhe dëgjuat e tha titi këtë, e ka provuar dhe emigrimin e ka. Nuk ja vlen më menet në Evropë. Do durim vetë, se ka pengesa pafund. Pafund, do durim. Po fati vjen, nëse më nizmet. Se fat s'ka. Po punove vjen fati vet. Ashtu dhe duam, ndërkohë që tavolina ti po bëhet gati, dua t'ju shpjegoj edhe më pas se cilat janë disa nga specialitetet që bëjnë këtu, jo se si dim, po ja kujtojmë. Çfarë bën një vizitor që vjen këtu? Atje, një vizitor që vjen këtu, radhë parë, 99% e klientelës të i vjen një për ushqimi, sepse unë i kam klientët që i vjen 2 herë në javë, 3 herë në javë. Dehen që tek hyrja. Shkrihen. Ja që tani u vendosa aty mua vjen ta lënë intervistë e tij tani. Gjaja kryesore është ushqimi. Po. Manena kryesore është ushqimi. Është mik pritja. Okej. Relaksit që ta jep vetë natyra këto. Që është vendi një nërë pikat më të mrekullueshme që ka Shqipëria. Atjana, që mund bëjnë një vizitor që mund vjen do? Ne japim shumë oferta. Edhe? Me trego disa, se të dëgjojnë dhe ata. Vjen këtu. Do ha drekën këtu ose në mëngjes. Vjen në mëngjes, po. Vjen mëngjes. Ka në mëngjes. Ke qef me shku në Lumshalc. Ne prej këtu të dërgojmë direkt në Lumshalc. Kjo është fantastike. Ashtë tani e mos sigurta. Po bëjnë lidhje gjeografike, po more lundrojt në liçenin e Vaut të Dejës, ju çojnë deri në Koman, ju a bëjnë krejt lidhjen prej Komanit, lundrimi i radhës. Kena njën më të sigur, besoj që mund t'jenë prollu në Shqipëri me 26 loma erë që qëtë, mjelma një është një njët më të sigurta, shumë për ju që keni pa, edhe kemi treguar se herë edhe në emision. Që gjyra me të dhe dalin gjithë nashën. Edhe festa party bëhen atë brenda. Bëjmë me vende, bëjmë detlindje, bëjmë dhe gjana, sa është shumë e madhe. Sa veta, sa janë kapacitetet se duhet? 52. 52, pra ju grupet e autobusave, ju zë. 52 vetë. Bravo, jo si ato barakat të nejgjën që tunën fillon era dalga, jo, kjo është certifikuar, është komode brenda, rrihet shumë rehatur, e kam provuar atë. Edhe mund shkosh me fjalë, në Lumshalc, një orë prej këto deri në Koman, mas Komanit, me fjalë më rrinë në Lumshalc, i takon 2 orë udhëtim. Bukur, ndërkohë që edhe pse duam të kapim atë lundrim, duam të dim edhe pjesën që mund të vizitohet tu. Se shkreti pa një orë liçeni i Valldesit. Liçeni i Valldesit. Për ata që zuan të shkojnë te Lumshalc, po duam të vizitosh liçen e Valldesit, për ata që se din. Nisesh nga këtu 15 minuta, shkon tek Ishulli i Sardes. Një nër pikat më fantastike, nër pikat më të veçanta që ka Shqipëria. Që duhet më vlerësu dhe për jush, kur s'ka ardhur duhet më ardhë se s'ban. Është shpella plumave, shpella priftit, logina ujgjve, janë pjesë të shllakut që janë disa pikat të jashtëzakonshme të bukura që s'mund i gjeni askund tjetër vetëm në liçenin e Valldesit. Logina ujgjve më, se pas kam pa unë këtë. Duhet më ardhë ti me e pa. Pas ka dalë risi kjo? Po. Jo, udhimin e radhës nuk do të marrësh vetë se atje kemi plazhin. Vërtet? Po, është me plazhe kemi me ron me të gjitha mrekullitë. Të lutem kur të jetë udhimi i radhës, unë dua një vend aty. Dhe të gjitha këto gjëra mund t'i shikojmë brenda një dite? Apo mund të vetëm për 2 orë. Vetëm për 2 orë, vetëm për 2 orë. Po, me anijen një Elmani vetëm për 2 orë. Okej, nëse duam të rrimë gjanë që të bëjnë kush do ne kemi vargat e vogla që i lojmë aty, me fjalë mund të shkojmë mas 2-3 orë që i marrim. Bukur, pra. Shërbimin e keni çdo orë. Me fjalë si vjet do të jenë shumë më të organizuar. Kena në dispozicion 4 mjete që do të jenë
në dispozicionin e gjithë të vizitorëve. Ua, sa gjë e bukur kjo. Okej, ata që duan që qëndrojnë më gjatë ti, sidomos këta që vijnë në vizitorët, ke një shesh shumë fantastik këtu poshtë. Për kampër, kam përshtypjen kush Po, vjen. kena edhe pjesën aty kush ka qef marrë me kampër me nej, me kalu ditën, Okej. natën. Po ndonjë që thotë, s'ka kam problem, flet dhe në çadër, e lejo. Po, çdo gjë është pa lek këtu. Si do Kush vjen me kampere kështu me çadër i lajm falas. Ka ndonjë perspektivë këtu për të bërë edhe dhoma hoteli? Mendimin e Zotit avash do t'i realizojmë. Se shumë ke, deri këtu dhe unë shumë po kërkoj. A shumë e vështirë. Do të ecim me hapa të Do të veçel. realizojmë. Sigurta. Jam shumë kurioztare tani për gatime që janë vendosur vetëm një pjesë aty, një pjesë shumë e vogël, po afrohemi te tavolina. Dakor? Kjo është gjulca, e thojmë ne, gjulca e tymosun. Kjo është një gjama që na kanë lënë traditë partë tonë. Edhe si shihen tënë gjama në mundën e me i bon si kanë bëhat partë. Por ai nuk e kam shumë të qartë. Di se zjarri futen mes dymit. To marinohen, Marinohet? edhe i vjerrim kështu. Aty ku ka zjarr apo ku ka zjarr? Po, me drulisit gjithmonë. Domethënë ju shkon tymi. Tymi është i dëmshëm apo jo? Se tyhet Atje, kështu apo jo? ne i thojmë tymos ne. Po nuk ka se bëhet prej tymit, plos. bëhet nga zeti i drunit. A nga i zeti. Thjesht do të me nxjerrë edhe tjetër cilësia e drunit. Po, mos i tregoj gjithë sekretet se fillojnë edhe i bëjnë të Edhe tjerë. sa tha me Me aq atlin druni. këtu. Pa, Jo ta bëni vetë. po, ta bëni edhe ju. Po. S'keni shanse. S'keni shanse se nuk e dini lartësinë që duhet Kjo është- varur e. Kjo është trofta tymosën. Vërtet edhe trofta. Domethënë dhe këtu çfarë rritet tu te liçeni që kemi Këtu rritet trofta, njala, krapi, nila, sharmaku, blyshi, Po. gjulca, nila. Që sa bukur. Domethënë ne kemi këtu një peshë që nuk hidhen kimikate, që është kaq bio që do ta hani pa marak, jo si ajo trofta që shkon në restorante në Shkodër edhe ju vjen nga rezervuari, që është rritur me pesticide dhe me gjëra. Që t'ja mbylli paguajnë kësaj gjën këtu. Po. Apo po mirë e bëre ti. Po je. Fol tani vetë. Po mas rrej, e? Jo, që ka e mrekullueshme. Tu jetë vërtetë qive. Jo, është e mrekullueshme. Kjo është njala e Ua, si ka tymosën. mundësi. Kjo është Urdhëro. Produkt Urdhëro unik. meraklin këtu. Se është i Vetëm zoti për meraklin, meraklin, prandaj duhet vinë dhe meraklin. qive. Fantastika. Produktet më nënë me i bën sa më të veçanta. Janë edhe shumë produkte të tjera. Domethënë, i zhvesh bukur ti. Po, për mas me lodh klientin. Klienti vetëm me shiu. Okej, këto shërbime i bën kamarieri apo vjen ti? 90% kohës kam qef me i bën, unë do i bajon. Ti edhe kështu misohesh me ta, ha? Po, i kam mis gjithë. E di se duket si fjale malle, po i kam sak miq. Ka të bëjë shumë, Klientët ndojnë edhe i du shumë. Miqësia, shoqëria, humori që Me referohet. respektojnë edhe respektoj. Edhe unë qysh, ditën e parë që kam hapur restorantin nuk kam humbur as te klientët dhe Vërtet? më bëjnë raklam vetë klientët. Shishe sa gjë. Edhe një veti shumë krenar. Okej. Pra atë Kështu që është me shumë fat. Po, jetë edhe energji, kam pas një studiues në emision për bioenergjinë. Kam përshtypjen që lëshon energji pozitive ti. po as duhet edhe klienti don mundi lumtur kur të vjen në ambient sepse ai humb ditën këtu. Qose vjen një nga Tirana, nga Durrësi, nga Shkodra, vjen rregam. Atë ditë ka ardhur më relaksuaj. Edhe ti do t'ja japish atë që kërkon. Atë kënaqësi. Edhe njerëzit më tepër ikun edhe prej stresit këto vitet e fundit. Edhe ti duhet mja hek stresin, jo mja ashtu. Po, se unë mendoj kohën që ti tani do të jesh në kulmin e punëve në kuzhinë dhe zuat mbaj shumë. Çfarë kanë këto gjërat e tjera këtu që ti dim? Turshit, salcë djathit, salcë ullinit të që kam shpikon. Ç'është kjo? Salcë djathit, salca ullinit. Kjo pikante, kjo është në pak që pikante, jo shumë. Ah, sa interesante kjo, shumë e çuditshme. Kjo bukanisi, salata, patatja, salca kosit, Këtu kemi djathin e zonës, djathi dhis. Ua, sa bukur i bas i patatet në këtë formë, shumë interesante. Atje pse i bëj patatet në këtë formë se më pyesin shumë herë. Ha. Kur hapa lokalin, pavarësisht që në shqiptar jena shumë njerëz mirë, por nuk besojmë kollaj. Po. Edhe i preshim atë makinerin kështu. Tak. Edhe i shishat, i shikju, a është origjinale e fshatit, doshin mua apo jo? A si u duke e madhe apo? Kur e bava, e niva për herë pa dytë, shenja. jo, u duk qenë si atë të fabrikës. Ah, po. Të ngrimet që vjen kështu. Ah, po. Edhe thash, ligji i ri, do t'i pres kështu. Aha. Edhe tash nuk ka shans kush me thonë se nuk është e fshatit. Se kuptohet formën dhe të gjitha, po dhe duke që është patate e shëndetshme, bukën që e bëni vetë, salcën. Kjo është greke, ëh? Xhaxhiki. Po do si Xhaxhiki. Xhaxhiki po Si do diçka e kam modifikuar pak.
Që që e ki bërë? E kam bëj fi manushe për tjerve. Mos e trego. E kupton? Dihet është më thënë të edhe pa. U bëj famshëm. Të bëjmë dhe ne. Si bëhet njeriu i famshëm? Tu i keni sinqert. Vërtet? Po. Nuk ka thjesht, nuk mundesh edhe aftam shumë nga trashka, mundesh edhe mu digjiniru me këtë punë. Po, vërtet? Mundesh pa. Po. Nga mund bash reklam, po mund të bëhet në disfavorin tënd reklamin. Nëse ti nuk je i aftë me majtat që thu, ti mund skema si mu jetë. Po i zhgënjeve njerëzit, nuk të shkeni më derë. Një pas ma fjalë, kush? Po ke shans. Pa ka gjë kësore. Okej, Titi, ne të urojmë shumë suksese. Dihet që mënyra ka shumë, por ne në kuadrin e një emisioni ka nga që na shumë në akum se ditë e diele, sot se na këtë se ato surpriza, po është e diel që kemi ardhur që të xhirojmë. Ato surprizat e tjera, çfarë ka menyja? Po është një listë. Ta pa shef ndavolina të tjera më vonë. Kur vin vet. Faleminderit dhe tu prit mbar. Faleminderit. Gjatë intervistës, Titi po rinte pak si mbi gjëmba, kuzhina menjëherë duhet fillonte nga puna. Fundjavat aty janë plot, sa është e pamundur të gjesh vend pa prenotuar më parë. Ndryshe nga mjaft objekte ku pronarët qëndrojnë në një cep të lokali dhe survejojnë punën nga një tavolinë, Titi Ahmataj është në ballë të punëve. Ai është kuzhinieri kryesor dhe lëvizjet në kuzhinë janë një gjimnastik shumë e mirë. Në fakt ai është njeri plot energji, e do punën dhe e bën me shumë pasion. Këtë ritëm e përcjell dhe tek punojësit, kryesisht banor të zonës së rreth, të cilët e dinë shumë mirë punën që bëjnë dhe kanë një mirë kuptim të admirueshëm në kuzhinë. Vlen të theksohet pastërtia që gjen këtu, një fakt që kërkohet shumë nga klientët dhe u jep siguri në atë që do të konsumojnë. Kuptohet që peshku i tymosur mbetet kryefjala e menys, por Titi nuk ndalet vetëm në listën e atyre që u referohet klientëve. Ai gjithmonë shpik diçka të re, një mënyrë efikase për ta bërë klientin të vijë sërish. Tashmë restoranti është plot me klient, kryesisht janë grupe miq që vinë këtu her pas here. Janë bisedat e gjata shoqëruar me një ushqim të shijshëm, por asgjë nuk do të kishte vlerë nëse nuk do të ishte mikpritja. Pjesa më e madhe e klientëve kthehen në miq të Titit. Në radhë të parë, ai është një njeri pozitiv dhe i rritur me traditat më të mira të zonës së Ragamit. Ne do t'ua sugjeronim të gjithë teleshikuesve tanë ta shijojnë nga afër këtë vend të magjishëm, i cili është vetëm 15 kilometra larg qytetit të Shkodrës, pikërisht në fshatin e bukur Ragam, të njësisë administrative Gurizi. Do të mbeteni vërtet shumë të kënaqur dhe me siguri do të na falenderoni për sugjerimin që u dham. Kalofshi bukur.